Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Projekti për rehabilitimin e pjesës lidhëse mes lungomare 2 dhe 3 është kthyer në një telenovel të vërtet. Të nisura dhe të mbyllura, punimet së fundmi janë ndërprerë sërish, ndërsa projekti ende mund të cilësohet i papërfunduar pasi aty mungojnë shumë element. Projekti për rehabilitimin e pjesës lidhëse mes lungomare 2 dhe 3 është kthyer në një telenovel të vërtet. Punimet filluan pas shumë muajsh ndërprerje për të rehabilituar më pak se 500 metra segment rrugor bashkë me trotuaret përgjatë qershorit. Në zonë u punua nga firma 2T për disa ditë dhe më pas këto punime janë ndërprerë sërish. Projekti ende mund të cilësohet i papërfunduar pasi aty mungojnë shumë element. Vazhdimi shëtitore së lungomare 2 dhe lidhja e kësaj të fundit me lungomare 3 tek zona e tunelit në ujin e ftohtë, një projekt i cili me sa duket nuk ka fund. Punimet janë ndërprerë sërish për zgjatimin e kësaj shëtitore, duke u lënë pezu në plotësimin e elementëve të fundit për ndërtimin e saj. Firma e cila realizon projektin është larguar, ka braktisur punimet, pa dhënë asnjë informacion nëse ky projekt do të përfundojë ose jo. Firma e cila ka realizuar punimet paraprakisht ka kryer vetëm mbushjen me beton të trotuarit, në përbërje të së cilit janë përcaktuar edhe vendet ku do të mbillen pemët dhe do të vendoset ndriçimi i ri. Por projekti, me sa duket, ka mbetur me kaq. Punonjësit janë larguar nga zona, ashtu si edhe mjetet e tonazhit të rënd. Prej ditësh nuk po punohet në asnjë pjesë, megjithse ka mbetur shumë pak nga përfundimi i projektit. Në vazhdimsinë e shëtitores mungojnë pemët, të cilat duhet të mbillen nga firma e cila ka marrë përsipër realizimin e projektit. Gjithashtu kanë mbetur pa vendosur disa nga shtyllat e ndriçimit rrugor, duke e lënë zonën në një pjesë të madhe të saj pa ndriçim gjatë mbrëmjes. Jo vetëm kaq, por mungojnë edhe barrierat anësore të mbrojtjes. Praktikisht kjo zonë është lënë si një pjesë e braktisur mes dy shëtitoreve, e cila bën shumë ndryshim në pamje. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula ka zhvilluar paraditën e sotme një takim me inspektorët e qarkut Fier. Në një deklaratë për mediat, Sula ka deklaruar se siguria ushqimore në qarkun e Fierit do të jetë në fokus të punës, pasi është një nga qarqet kryesore për prodhimin dhe përpunimin e qumshtit dhe nën produkteve të tij. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula ka zhvilluar paraditën e sotme një takim me inspektorët e qarkut Fier. Në një deklaratë për mediat, Sula ka thënë se siguria ushqimore në qarkun e Fierit do të jetë në fokus të punës, pasi është një nga qarqet kryesore për prodhimin dhe përpunimin e qumshtit dhe nën produkteve të tij. Sipas Sulaj, për shkak të rritjes së ndjeshme të numrit të turistëve gjatë sezonit veror, inspektorët e sigurisë ushqimore do të shtojnë kontrollet në stabilimentet e përpunimit të qumshtit dhe në subjektet që tregtojnë produkte ushqimore. Sula theksoi se kontrollet do të jenë intensive për të garantuar që produktet të përmbushin standardet e sigurisë dhe cilësisë, me synim që turistët vendas dhe të huaj që vizitojnë qarkun e Fierit, përfshirë destinacionet si Apolonia, Bylis dhe Ardenica, të konsumojnë produkte të sigurta dhe cilësore. Në radhë parë shpreh kënaqësinë që jam sot këtu në qytetin e Fierit dhe në gjithë qarkun e Fierit, me rastin për të patur një takim me të gjithë inspektoratet rajonale të qarkut të Fierit. Në qarku i Fierit është një qark jashtëzakonisht i rëndësishëm, është qarku i dytë në rubrikën e Shqipërisë për nga rëndësia, duke patur parasysh që përfshin 5 bashki shumë të mëdha, duke filluar nga Divjaka, Lushnja, Roskoveci, Mallakastra dhe Fieri. Sigurisht aktiviteti i inspektorateve të qarkut të Fierit është një aktivitet të cilët sidomos tani që për pak ditë mbushën një muaj nga hapja e sezonit veror për turizmin dhe të gjithë problematikat e tjera, duke patur parasysh që fusha e inspektimit janë fusha shumë të gjëra, duke patur parasysh që Myzeqeja është ambari i Shqipërisë në qarkun e Fierit, duke patur parasysh që ka patur problematika ndër vite për sa përket ndotjes në qarkun e Fierit, sidomos të disa subjekteve të mëdha, ato në fushën e shpimit janë të naftës apo subjektet e tjera, të cilat ka qenë shqetësuese për qytetarët e Fierit, të gjithë qarkut të Fierit, dhe unë me cilësinë si inspektori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë kam marrë të bëj një takim të posaçëm, pra që në mbledhjen që do realizojmë me të gjithë inspektoratet dhe për t'i lënë detyra konkrete këtyre
trupës inspektuese në qarkun e firit për të bërë të mundur që të jenë shumë rigoroz në kontrollin dhe në procedurat për mbikëqyrjen e të gjithë tyre subjekteve të cilët shkaktojnë ndotje në të gjithë qarkun e firit, të cilët të duhet të nështrohen rregullave dhe ligjeve në fuqi për mjedisin. Dhe kjo është e patolerueshme, dhe do jetë një kërkesë e patolerueshme dhe shumë e fuqishme nga ana ime si inspektori i përgjithshëm dhe me qëllim konkret dhe me hartimin e një plani konkret i cili sigurisht nuk mund të realizohet as për një ditë, as për një javë, por të paktën brenda 3 muajve që kjo shqetësim që ka qenë në të gjithë qarkun e firit do duhet të mbyllet një herë e përgjithmonë. Ka stabilimente që do duhet që inspektorati i AKU-s do duhet ketë vigjilencë të shtuar përsëris, sidomos në këtë periudhë dhe të periudhës së turizmit, duke pasur parasysh dhe shtimin 4-5 fish të numrit të turistëve, qoftë vendës dhe qoftë të huaj, duke pasur parasysh përsëri që qarku i firit ka 3 pika destinacione turistike shumë të fuqishme, siç është Apollonia, siç është Bylisi dhe siç është Ardenica, që me qëllimin e vetëm që turistët të huaj dhe turistët vendës këtu kur të vinë vizitojnë qarkun e firit të marrin produkte me cilësi të standardeve që i kërkohet. Kemi hyrë në një fazë që është kategorizimi i të gjithë subjekteve me origjinë shtatëzore, të cilët qarku i firit ka shumë subjekte të tilla dhe përsëri po punohet fuqishëm nga AKU-ja pikërisht për certifikimin dhe kategorizimin e këtyre subjekteve. Pra puna e inspektorateve në qarkun e firit është një punë e përditshme, por që do të thotë do të ketë një ritëm tjetër. Kjo është problematika. Sula pohoi gjithashtu se një vëmendje veçantë do t'i kushtohet dhe kontrolleve në subjektet ndotëse të naftës dhe kontrollit të pesticideve në ambarin e Shqipërisë si një problematikë nxehtë. Sula është ndalur gjithashtu dhe tek faza e rikonstruksionit total të inspektoriateve. Edhe kjo pyetje pikërisht se ka ndalur këto problematika në praktikë, qeveria shqiptare, besoj që dhe ju e dini, jemi në një fazë riorganizimi total të inspektoriateve. Dhe ligji 99 i vitit 2024 ka hyrë për sa përket fushës së inspektimit, ka hyrë me datën 13 maj të vitit 2025 në fuqi. Pra ka një vit e 2 muaj i cili është në fuqi ky ligj dhe ka filluar ky proces dhe po ju garantoj që fundi i vitit është procesi fundor i të gjithë strukturimit të inspektorateve dhe pikërisht kjo pyetje me të drejtë ju shtruat ka të bëjë që kemi 2 inspektorate të mëdha të cilët riorganizohen, ka të bëjë me IKMT-n, ku i bashkëngjitet AKM, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ku i bashkëngjitet dhe pyet, dhe që bën të mundur që pra mos të ndodhë dhe barra ndaj subjektet ku shkohet një inspektorat tjetër, por do të shkojnë në mënyrë një trup e organizuar, po themi e centralizuar pra në bazë të inspektimit të cilit do realizohet. Pra në centralizimi që bëhet tek AKU-ja, bimet dhe veterinaria mbyll procesin e kontrollit dhe inspektimit të trupës inspektimit, pra nga fillimi deri në fund, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sipas tij, ka të bëjë me IKMT-n, ku i bashkangjitet AKM-ja, ku i bashkangjiten pyet, ndërsa AKU-si bashkangjiten veterinaria dhe bimët, pikërisht për të mos patur mos dakordsi. Jo vetëm çmimet e produkteve të shportës në këtë sezon duket se janë çmendur edhe ato të ofertave telefonike apo shërbimeve të internetit. Për përdoruesit e telefonit dhe internetit, përveç çmimeve të larta, është theksuar edhe mungesa e shërbimit. Për gjatë sezonit veror, jo vetëm çmimet e produkteve të shportës, frutave dhe perimeve kanë përsua rritje, por edhe ato të ofertave telefonike apo shërbimeve të internetit dhe televizionit. Përdoruesit e rregullt të këtyre shërbimeve thonë se nuk i përballojnë dot më këto çmime, që shpalosen si oferta, por rezultojnë krejt të kundërta. Për përdoruesit e telefonit dhe internetit, jo vetëm çmime të larta, por mbi të gjitha edhe mungesë shërbimi, sinjal televiziv që ndërpritet, internet që ngadalësohet, por edhe defekte të shumta. Qytetarët thonë se në në qytet përballen edhe me mashtrime duke lidhur kontrata disa mujore që nuk zbatohen nga kompanitë e ofrimit të këtyre shërbimeve. Ata bëjnë thirrje emergjente për kontroll të çmimeve, teksa thonë se mungesa e konkurrencës rëndon mbi gjendjen e tyre ekonomike. Për ato më ke gjetur në momentin e duhur, jam shumë e mërzitur se të mashtrojnë shumë. Këta të Vodafonit sidomos, se këta kemi provuar deri më sot. Më kanë hequr shumë e mërzitur, më kanë hequr paketën. Nuk shikoj asnjë televizion të lokale. Më tha, jo do pagoj 26.000 lekë për një vit, më tha do ta bëj kontratën për një vit, ma ka bërë për 2.
Po tani, hajde, nuk është shumë e madhe, po më ka hequr gjitha ato stacione. Kjo është problemi. Nuk më ofrojnë shërbimi që duhet. Lekët i marrin, vetëm me të mashtruar. Tani me të drejtën para ca vitesh ka qenë mirë. Pagoja për shembull 12.000 lekë te Vodafone, e kisha një muaj, afat në skadencës. Tani e pagoj më shumë lekë, 17.000 lekë, edhe e kam 21 ditë, 20 ditë. Edhe ndërpret me një Vodafone, ndërpret të dita gjatë në iPhone-in tim. Dgjoj, ne jemi pensionista, ne në vendet të ndryshme të botës kanë një tarif 50% off për pensionista. Këtu nuk njihet fare, si për në autobuse, në trene, vetëm avioni nuk e ka këtë, po dita linjat e brendshme që ka një shtet për shembull ose një qytet e ka me 50% down, poshtë. Me fjalë, bën bileta për autobusi, bën 400 lekë, pensionistët e pagon 200 lekë. Dhe mungesë shërbimi. Duhet përmirësuar kjo gjë? Po do përmirësuar. Pastaj tjetër që kam një problem unë. Në gjithë botën vëlla ka sportere. Në sportere njerëzit ulen, marrin një numër të aty dhe me atë numrin s'ka rafar aty del numri në monitor, edhe vete për shembull numri 14 vete te sporteri A thotë. Vete 12 te sporteri B. Po duhet shumë kontrolle, vallai ekonomi tregu kapitalizëm, po konkurrenca këtu nuk ka konkurrencë. Për shembull, vetëm janë dy gjëra, Vodafone dhe kjo One, ç'është kjo. Do të ketë 5 a 6 që të konkurrojnë. Po ka konkurrencë do ulen çmimet. Shumë shtrenjtë. Shumë shtrenjtë. Shumë ti, sa paguan? Paguaj unë 13.000. Edhe shumë. Ne pensionistët njerë vetëm kemi fëmijët jashtë. Nuk e dim si do bëjmë. Ja kështu gjithmonë me të shtrenjtë. Po, ka qenë dhe më lirë, kush banë nëmë. Nga vit rritet apo? Po. Sa të them, unë edhe shërbimi mirë, shërbimi vazhdon, do me thënë nuk ma presin që vetëm që shtrenjtë. Po çmime sa vinë rriten, po janë rritje. Për shembull, unë kam atë ofertën te Vodafone që e paguaj muaj për muaj, çdo muaj po thuaj se ato rriten 500 lekë, po për ne janë shumë. Unë momentalisht paguaj 12.000 lekë, 11.500. Po më ulët ishte, për shembull në fillim e kapa me 5.000 lekë. Tash i ka vajtur. Po, me kontratë, kam një vjeçare, qershor për qershore. Po dhe duhet të ketë kontroll, se nëse i dim mirë, po dhe duhet të ketë kontroll. Për çdo gjë, jo vetëm për këto. Dy kompani telefonike funksionojnë në të gjithë vendin, One dhe Vodafone, të cilat kanë të njëjtat shërbime dhe çmime të dakordsuara, por edhe në kompanitë lokale të ofrimit të shërbimit të internetit apo televizorit kablor, hasën të njëjtat probleme, që fillojnë nga çmime më të larta, defekte të shumta dhe mungesë shërbimi. Dhe ndërrojmë temi informacioni, Kryeministri Edi Rama ndodhet në Ankara, ku po merr pjesë në punimet e samitit të NATO-s, që mbledh krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të aleancës, për të diskutuar sfidat aktuale të sigurisë dhe prioritetet strategjike. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Ankara, ku po merr pjesë në punimet e samitit të NATO-s, që mbledh krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të aleancës për të diskutuar sfidat aktuale të sigurisë dhe prioritetet strategjike. Në nisje të samitit, Rama u prit në ceremoninë zyrtare të mirëseardhjes nga sekretari i përgjithshëm i NATO, Mark Rutte, dhe presidenti i Republikës së Turqisë, Erdogan. Në kuadër të samitit u realizua edhe fotoja familjare e liderëve të pranishëm në Ankara. Samiti në Ankara bashkon udhëheqësit e 32 vendeve anëtare të NATO-s, si dhe partner kryesor të aleancës, për të shqyrtuar çështje që lidhen me forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, rritjen e investimeve në mbrojtje, modernizimin ushtarak dhe koordinimin e politikave të sigurisë. Në fokus të diskutimeve janë gjithashtu kapaciteti i mbrojtjes i Europës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, si dhe mbështetja e vazhdueshme për Ukrainën. Pjesëmarrja e kryeministrit Rama në këtë samit riafirmon angazhimin e Shqipërisë si vend antar i NATO-s për të kontribuar në forcimin e sigurisë kolektive dhe në përballimin e sfidave të përbashkëta të aleancës. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka përfshirë mbrëmjen e së martës zonën e Porto Palermos në bashkinë Himar, një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit turistik. Pas një operacioni intensiv, zjarri arriti të vijej plotësisht nën kontroll vetëm rreth orës 1:30 pas mesnate, duke shmangur përhapjen e mëtejshme të tij.
Një zjarr I përmasave të konsiderueshme ka përfshirë mbrëmjen e së martë të zonën e Porto Palermos në Bashkinë Imar, duke shkaktuar alarm për shkak të përhapjes së shpejtë të flagëve në një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit turistik. Zjarri shpërtheu rreth orës 21:30 dhe I favorizuar nga era dhe bimësia e thatë u përhap me shpejtësi në kodrat përreth. Për shuarjen e tij u angazhuan menjëherë mjetet dhe efektivet e shërbimit zjarfikës të Bashkisë Imar, të cilët për më shumë se 4 orë luftuan me flakët në një terren të vështirë. Pas një operacioni intensiv, zjarri arriti të vijej plotësisht në kontroll vetëm rreth orës 01:30 pas mesnate, duke shmangur përhapjen e mëtejshme të tij. Siç mësohet nga zjarri janë përfshirë dhe djegur sipërfaqe me shkure, barishte dhe bimësi mesdhetare, ndërsa nuk raportohen dëme në banesa apo persona të lënduar. Ndërkohë që flakët ju afruan bankinave pranë mjeteve lundruese në Porto Palermo, duke krijuar dhe rrezik serioz për dëmtime të mjeteve detare dhe objekteve përreth, por fal ndërhyrjes së shpejtë dhe të koordinuar, u bë I mundur izolimi I frontit të zjarrit dhe shmangja e pasojave më të rënda. Ndërkohë strukturat përgjegjëse u bëjnë apel qytetarëve dhe vizitorëve të tregojnë kujdes maksimal gjatë sezonit veror dhe të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr. Edhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka kërkuar rritjen e vigjilencës gjatë gjithë kësaj periudhe, duke theksuar se temperaturat e larta, era dhe bimësia e tharë e shtojnë ndjeshëm rrezikun e zjarreve. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që nëse konstatojnë batra zjarri, të njoftojnë menjëherë shërbimet emergjente në mënyrë që ndërhyrja të jetë sa më shpejtë dhe të parandalohet përhapja e flagëve. Dhe vijojmë me zhvillime nga arsimi, maturantët që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare, do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin New Albania nga 27 korriku deri më 1 gusht 2026, që është edhe raundi parë I aplikimit. Procesi I aplikimit do të zhvillohet me 3 raunde. Maturantët që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin Albania nga datat 27 korrik deri më 1 gusht 2026, që është edhe raundi I parë I aplikimit. Procesi I aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde, duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit, sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Burime nga rjeti akademik shqiptar thonë se pas datës 20 priten të vinë të dhënat, që është pjesë e notave për 3 vitet e gjimnazit dhe notat e maturës. Nga data 21-22, maturantët deri më datë 27 do të kenë akses për të parë të dhënat e tyre në portal, me fillimin e procesit të aplikimit më 27, që është data kur nis procesi dhe vijon për 6 ditë, siç ka qenë çdo vit. Mësohet se nga 27 korriku deri më 1 gusht do të kryhet raundi I parë I aplikimit online për zgjedhjen e 10 programeve të studimit, ndërsa më 22 gusht do të publikohet renditja e aplikantëve në Albania. Raundi I dytë I aplikimeve nis me pagesën e tarifave 30 gusht deri më 17 shtator, ndërsa aplikimi për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit do të kryhet më 15 deri më 17 shtator dhe më pas në 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në Albania. Ndërkohë që maturantët mund të aplikojnë në çdo kompjuter, pikë interneti në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë. Çdo maturant pas kryerjes së regjistrimit në degën përkatëse ka të drejtën e regjistrimit më 9 shtator nga raundi I parë dhe më 5 tetor nga raundi I dytë. Raundi I tretë I aplikimit për maturantët fillon nga data 8 tetor deri më 21 tetor 2026. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare rreth 1 muaj pas mbajtjes së tyre. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 53 mandate. Mandatet e tjera I kanë fituar 3 parti opozitare. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare rreth 1 muaj pas mbajtjes së tyre. Votimet e 7 qershorit ishin të tretat parlamentare që Kosova organizoi në më pak se 1 vit e gjysmë. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 53 mandate. Partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 ulse dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7 ulse. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, kryeparlamentarja, njëherë është ushtruesja e detyrës së presidentit të vendit Albolena Axhiu, ka për detyrë të thrasë një seancë konstitutive të kuvendit. Sipas kushtetutës, seanca duhet të mbahet brenda 30 ditëve nga certifikimi I rezultateve. Në këtë seancë bëhet konstituimi I kuvendit, zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët, ndërsa më pas vazhdohet me procedurat për formimin e qeverisë së re. Pas konstituimit të kuvendit, Axhiu e nominon partinë fituese të zgjedhjeve si mandatare për formimin e qeverisë, në këtë rast lëvizjen Vetëvendosje.
Organizata botërore e shëndetësisë OBSH ka paralajmëruar se Europa mund të përballet me javë tjetër më vdekjeprurëse, me një tjetër val të nxehti intensiv që po formohet mbi Atlantik. Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se Europa mund të përballet me javë më vdekjeprurëse me një tjetër val të nxehtë intensive që po formohet mbi Atlantik. Temperaturat në Portugali dhe Spanjë Jugjore pritet të rriten në 43 gradë Celsius në ditë në vijim. Drejtori rajonal i Organizatës botërore të shëndetësisë për Europën, Hans Kluge, zhvilloi një telefonat emergjente të hënën me përfaqësues nga 41 vende të rajonit, Komisionin Evropian dhe grupet e shoqërisë civile për të diskutuar mësimet nga vala e fundit e të nxehtit dhe përgatitjet për atë të radhës. Kluge tha në një deklaratë se vendet me plan e veprimi për shëndetin me nxehtësinë reaguan më shpejt dhe mbrojtën më mirë popullsinë e tyre gjatë valës të nxehtit të qershorit. Megjithatë, ai tha se më pak se gjysma e shteteve anëtare europiane të Organizatës botërore të shëndetësisë kishin një plan të tillë në vend. Ekspertët kanë thënë se vala e të nxehtit e 20 deri në 28 qershor ishte më e rënda e regjistruar në Europë, duke shkaktuar ndërprerje në prodhimin e energjisë, duke dëmtuar infrastrukturën dhe duke mbikarkuar sistemet e kujdesit shëndetësor. Nxehtësia ekstreme pothuajse me siguri u shkaktua nga ndryshimet klimatike, thanë shkencëtarët. Franca, Holanda dhe Belgjika regjistruan 3700 vdekje, me autoritetet që paralajmërojnë se numrat janë para prag dhe mund të rriten. Temperaturat arritën 40 gradë Celsius në disa pjesë të Europës gjatë valës së nxehtit. Kluge tha se banorët e azileve të kujdesit, personat e pastret të moshuarit e izoluar ende nuk po arriheshin në mënyrë të vazhdueshme në të gjithë Europën. Sipas Kluge, puna tashmë është në dy fronte, duke rregulluar atë që dështojnë një javë e fundit para se të godasë vala e ardhshme të nxehtit dhe duke ndërtuar llojin e sistemeve shëndetësore, që jo vetëm i përgjigjen nxehtësisë ekstreme, por janë të gatshme për të. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.